Ka pasur një deklaratë mjaft të fortë të kryeministrit Edi Rama lidhur me televizionin publik shqiptar, ku ka kërkuar mbylljen e saj. Për të folur mbi këtë propozim, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur, zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve. Zoti Merkoçi, si deklaroni ose si keni kuptuar deklaratat e zotit Rama lidhur me televizionin publik shqiptar për mbylljen e saj? Ishte një krahasim që ai bori ndërmjet televizionit shqiptar dhe politikës së tij jashtme, duke qenë se Rama ka dështuar në politikën e tij të jashtme dhe pranoi tashmë që është një dështim total për sa i përket politikës jashtme të Shqipërisë, një politikë të cilën ai e ka ndjekur vetë, se nuk ishte as për Gjaçkën që ka qenë apo për Spiro Palin që është aktualisht. Pasi ai të gjithë veprimet dhe të gjithë takimet në Ministrit të Jashtëm ai ka bërë vetë, të gjithë takimet i ka bërë, nuk ka lënë njerëz të tjerë apo nëse vete ministra e jashtme në një takim shkon në një takim rutinë apo prit për atë çfarë duhet të bëjë Rama. Ashtu siç ndodhi në rastin e fundit që vajti në Greqi dhe pastaj Rama vajti dhe bëri atë të lloj deklarate me grekun, ku filloi një herë Telenisi, pastaj filloi dhe lëpia, që është zakoni i tij. Për sa i përket televizionit shqiptar, ai don atë pjesën të cilën kërkon ta heqë Shqipërinë tashmë edhe nga arena ndërkombëtare, pasi Shqipëria do të kuptojë një gjë që televizionit shqiptar është vetmi sinjal shtetëror. Ashtu siç është ATSH-ja, ashtu është edhe televizioni shqiptar. Ai është televizion në të cilët të gjitha lajmet apo deklaratat merren për bazë, për të mirë qenë vetëm nga televizioni shqiptar. Televizionet e tjera, pavarësisht se mund të jenë kombëtare, pavarësisht se kanë licenca sot e kanë nesër nuk e kanë, nëse televizionin kombëtar është ai, prandaj quhet edhe televizion kombëtar, sepse ai është zëri i zyrtari i Shqipërisë, themi më mirë. Dhe të gjitha deklaratat kalojnë nëpërmjet tij. Mirë, duke qenë ajo i ka hyrë ajo është bërë narcist total tashmë, dhe duke qenë se kërkon të prishi ka bërë të projektin për të prishur qoftë këtë pallatin e kongreseve dhe është ajo zonë me të cilën Rama mendon të ndërtoj kulla, s'ka rëndësi se këtë prish ashtu siç prishi teatrin, ashtu siç prishi çdo lloj kulture në Shqipëri, ai ka vënë kazmën. Dhe tashmë ka ngelur vetëm pallati i kongreseve dhe televizioni shqiptar për t'i prishur, se është një zonë e lakmueshme. Ai nuk e ka hallin të kultura, nuk ka hallin as ke identiteti kombëtar, ai do të prishë çdo gjë të mundshme. Pasi ai mendon se vetëm ai është edhe vetëm ai mund të bëjë gjithçka në këtë vend. Por nga ana tjetër pash edhe atë pjesën e frikës së tij që ishte tepër i frikësuar, tepër i kontraktuar në të çfarë thoshte dhe deklaronte, nëse në shumë fjalë ai nuk kishin as lidhjen e sensit të fjalive të tij. Ishte hera e parë që Rama bënte atë një mbledhje të zgjatur, të fillojnë mëngjeset dhe të marrin darkë. Kjo tregoi që ka një hall shumë të madh, qoftë në atë ambientin e zymt ku ishte zhytur, domethënë janë shumë faktorë që po t'i shohësh tregon që ky ka ndier thellësisht, sepse Rama nuk u mor me televizionin shqiptar, vërtet ai bëri atë lloj deklarate, krahasoi tash me Ministrinë e Jashtme, por kishte deklarata akoma më të idhura apo më të cinike, deklarate të cilët shkonin përtej një mbledhje me të grupit parlamentar apo me ministrët. Zot Merkoçi, çfarë duhet bërë në tilla raste? Pra, duhet që të lejohet që një kryeministër në një mbledhje të grupit parlamentar Partisë Socialiste të marrë vendime lidhur me një aset siç është transmetuesi publik shqiptar? Jo, duhet kemi parasysh një gjë, ai pavarësisht se e tha, nuk është se ai do ta bëjë realitet nesër, ai e hodhi si program të tij, kjo është çka do të thotë se ai në vitin nëse do të vazhdojë të qeverisë, gjë që ai e ka prerë biletën tashmë, nuk ka më kthim për të.
Gjithsesi, është një projekt i hedhur nga Rama, se nuk është do e bëjnë nesër, themi, por duhet të ketë parasysh çdo qeveri apo çdo institucion, qoftë edhe presidenti duhet ndërhyj, po kush president ndërhyj thuaj ai që nuk di se ku është vetë, jo më ndërhyj për këtë lloj deklaratash apo për këtë lloj kërkese që bën Rama apo vendimi që merr Rama. Ai këtë e hodhi si çashk televizioni shqiptar për të mbuluar të pjesën tjetër, nëse e keni vënë me vëmendje, ai kërkoi ndryshim kushtetute. Gjëja kryesore që ishte në atë mbledhje ishin thelbi asaj mbledhje që ai bëri, ishte presioni që i bënte deputetëve, pasi ai vërtet ka 83 mandate, por nuk ka 71 mandate, 71 vota për të mbrojtur mandatin, atë imunitetin e Belinda Ballukut, apo të çdo personi tjetër që do vi një kërkesë nga Spaku për të hequr imunitetin, ai nuk i ka 71 vota për t'u kundërvënë, sepse ai tashmë kërkon që Spakun parlamentin ta përdorë si mas, si barrierë të fundit apo barrierë më të pathyeshme të Spakut. Një gjë që nuk do të arrisë, sepse ajo irritimi që ishte, ai narcizmi që ai tregoi në atë mbledhje, ishte shumë e trisht, domethënë. Dhe ai kërkoi që të ngrihej, se nuk ka bovaki që të mbledhet grupi parlamentar, të mbledhesh edhe të thuash duhet krijohet një grup iniciator, se si krijohet një grup iniciator dilka nga mbledhja e grupit parlamentar për të ndryshuar kushtetutën. Pra jemi në kushte të ndrimit të kushtetutës. Pavarësisht se ai Gjoja mendon me atë idenë e vet që do të kemi 100 deputete në thelb, por që të bësh 100 deputet duhet të ndryshosh zonën, duhet të ndryshosh çdo gjë në Shqipëri që ta kalosh, se nuk kalohet kaq thjesht, domethënë kjo, por ai kërkon që të bëj ashtu siç kërkon të bëj ndryshimin e kodit penal, ashtu kërkon tashmë të ndryshojë edhe kushtetutën, dhe të jeni të bindur që këtë kushtetutë ai kërkon ta ndryshojë jo për të mirën e vendit, jo për të mirën e Shqipërisë apo të shqiptarëve, por kërkon për të vënë disa piketa për të mbrojtur veten e tij përpara drejtësisë. Rama, u kam thënë që Rama e ka prerë biletën, në fundi vitit për të ishte fundi politik i tij, dhe Rama nuk është më në atë pozicioni që ka qenë. Tashmë ai pret dita ditës se çfarë do të ndodhi dhe kur do të vi mandati i thirrjes apo i arrestimit të tij. Kështu që nuk më bën ndonjë përshtypje deklaratat e Ramës, tash ishin më tepër deklarata frike se sa deklaratat të cilat ai mund t'i bëte në mënyrë të natyrshëm apo si efekt i mosimit apo i një vizioni, të themi, një vizioni për të ecur më përpara. Nuk kemi absolutisht asgjë nga këto, kemi vetëm një kryeminist të frikësuar, i cili deri tani dhe kërkon mbrojtjen, me patjetër ai kërkon pika ku të kapet, dhe sidomos në ligj, po të themi, dhe prandaj u thash ai tashmë kërkon që parlamenti ta kthej në mur mbrojtës për të, dhe në një mur të pakapërcyeshëm për Spakun. A do t'ja arrijë? Unë them se nuk do t'ja arrijë. Vetëm lëvizja e fundit e Spakut dhe BK-s mbrëm në Shumshëri ishte një goditje shumë e madhe, mos harroni se aty brenda janë të gjithë ato persona të cilat janë të lidhur me Ramën. Aty është edhe balla janë gjithë ata aty. Dhe kështu që nga veprimet që pash dje të Spakut, pavarësisht se nuk u bë publike, po duke pas edhe shpinafër arrita ti shoh me sytë e mi, domethënë pash që kishte edhe prokuror të huaj, tregon që ka një shtrirje tashmë ndërkombëtare për sa i përket politikës së Ramës apo të gjithë pastrimit parave, drogës që po ndodhen në Shqipëri. Dhe them që ky ishte dhe fundi i Ramës. Pastaj se kur sot apo nesër, kjo është punë ditë, është punë muaj, themi që do t'i vi ky fund, se nuk ka më lakur, është mbledhur, dhe tash ai krijon këtë lloj amullie, kërkon të bëj këtë lloj, dhe ja u kam thënë paktën edhe në shkrimet e mia e kam që Rama kërkon të bëj
të bëj çdo lloj gjëje, sepse ju thonë televizioni ishte kryefjala e një pjesë të atij fjalimi, por mos harroni se Rama u drejtua dhe ambasadës amerikane duke u drejtuar deputetëve apo ministrave duke u thënë që mos i dëgjoni atë ambasadoren e Amerikës. Ai arrin deri në këtë lloj pike ka arrit. Dhe pikërisht këtë ai e bën sepse kërkon që të kërkoj sa më shumë incidente, të jetë sa më shumë në fokus vëmendjes dhe nesër ai ta kthej pastaj edhe të thotë që është një goditje politike apo një arrestim politik, siç jam mësuar ta bëjnë domethënë në të gjitha rastet, kështu i kanë. Politika jo kështu e ka, domethënë në momentin që goditet për një korrupsion, për vjedhje, për tradhti, për afera, për lidhje me Zoti Markoçi, operacioni i dielshëm që u krye nga SPAK-u dhe BKE, ju mendoni që ka lidhje drejt për drejt me Ramën? Patjetër. Absolutisht, nuk e vend në dyshim fare. Një nga gjërat për shembull aty është edhe kjo motra e këtij ballës atje. Tavlandit. Jo, absolutisht, unë kam thënë të gjithë fijet në Shqipëri, qoftë për drogën, qoftë për krimin e organizuar, qoftë për pastrimin e parave, absolutisht të gjithë fijet çojnë te Rama, shifnin Skaj, Kroçati, shifnin dosjet që janë, edhe dosjet e drejtorëve, në dosjet e drejtorëve që s'kan lidhje përmendet emri Ramës. Po, jo më kot kam thënë që Rama ka ndërtuar mafian shtet, sepse ai komandon çdo gjë. Ai komandon presidentin, ai komandon kryeministrin, ai komandon gjykatën kushtetuese dhe po ta vjen nëse zonja në vajti në gjykatë kushtetuese, vajti pikërisht për vendimin që do merret me datën 22, ishte sinjali vendim dhe ishte sinjali më i pastër sepse deklarojnë ne luftojmë krimin dhe korrupsionin, ndërsa deklarata tjetër që ishte për bandat dhe krimin organizatat kriminale që veprojnë në Shqipëri, më duket se është për kryeministin, nuk është për popullin. Ç'lidhje ka populli me bandat. Ky është ai që i komandon, ky është ai që i dirigjon, ashtu siç dirigjonte ata majtistët në Bashkimin Evropian, që dilte edhe u bote edhe dirigjim me dur. Ky i dirigjon gjithë. Absolutisht, po pse ju mendoni se mund të fluturoj apo mund të ecë një gjë në Shqipëri pa firmën dhe pa dijenin e Ramës, po pse Akshi nuk ishte në dijeni të plotë e Ramës? Vjen keq, po këtu është vetmja gjë që nuk mund vetë në diskutim që bëhet një gjë dhe nuk është Rama firmëtari apo urdhëruesi apo propozuesi i asaj gjëje. Më fal. Ai doli tash të krijohet grupi nesmëtar. Të krijohet atë grup nesmëtar për kushtetutë. Pra, ai jep urdhër. Ai jep se çfarë do bëhet. Dhe ju mendoni se Rama nuk është për Rama, po më fal, po kujt i ka emri, kujt lakohet sot? Emri kryeministit të Shqipërisë. Ne nuk di ndonjë njeri në Shqipëri ose te Partia Socialiste, po ta marr si parti ose si doni merrni, po nuk ka njeri që mund të ketë forcë në Shqipëri pa mbështetjen e Ramës apo pa delegimin e Ramës. Absolutisht askush. Nuk ka njeri sot që mund të mendoj se një koncesion, një korporat, një mall, porti Durrësit mund degenerohet në atë formë pa vendimin e Ramës, pa dëshirën e Ramës, pa bërën e Ramës. Ju mendoni se televizioni shqiptar mund shkatërrohet nëse nuk do Rama? Kush do ta shkatërrojë? Drejtoresha e televizionit? Absolutisht jo. Unë prandaj them ky ka ndërtuar mafian shtet. Dhe kur them mafian shtet, nuk e them kot. Është e gjithë struktura që ky njeri po bën. Ky ka në dorë presidentin, ky ka në dorë parlamentin, ky ka në dorë qeverinë. Ky ka në dorë drejtësinë. Atë sa ka pas mundësi për ta pas, sepse sot dhe ju e shihni, lëvizjet e Ramës janë lëvizje, domethënë që tregojnë atë frikën e tij dhe mundësinë për të kapur çdo gjë,
është qysh kur ka ardhur kur u rikthye FBI-a në SPAK dhe veprimet e SPAK. Po pse ju mendoni se jo po më kot ju pa ta thënë që Belinda Balluku nuk jep dorë heqje dhe Rama se heq dorë, sepse kjo është përplasje bankash. Ai nuk ka frikë se çfarë do flasi Belinda, se ai e di shumë mirë, se i ka firmos vetë, i di vetë, i ka dhënë vetë gjithë urdhrat. Ai këtu flitet për bankën. U zbërthy grupi i kokainës në Fier. Po pse? Kush ishte? Ai ishte kryetar i komunës i Partisë Socialiste, po ju mendoni se ai ishte vetëm, nuk ishte Rama në të? Po i vllai që ju fshe, dhe u mbyll dosja, dhe sot ajo dosja është hapur nga prokuroria gjermane dhe emri i Ramës del në krye. Më fal, nuk është Rama? Kazinot që luajnë në Shqipëni janë pa firmën e Ramës, pa dëshirën e Ramës? Absolutisht. Gjithë to kulla që ngrihen, dhe gjithë to projekte që bëhen, dhe caktimet që bëhen Rama, arkitektët, se arkitekt kush do jetë e cakton Rama. Ku? Ai ka pushtu totalisht vendin. Dhe bën presione dhe mënyrën e tij pastaj. Por ai është hedhur shumë kundër Amerikës apo kundër politikës Trump. Vetëm për të treguar nesër që çdo gjë që po bëhet, mund po bëhet politikisht. Po si është e mundur? Politikën sorosiane vazhdon akoma. Ai vazhdon akoma me politikën sorosiane dhe me kashillikun sorosian që po i bën Ramës. Ai e ka të taksative këtë. Tashma ai kërkon çdo, ai është duke lobuar, edhe sot që flasim ka dërguar njerëz pikërisht në Amerikë, se ka hallin e dave si mos të ketë një shkëmbim syu, jo më për të atakuar Trumpin. Ai kërkon çdo gjë sepse ai e di shumë mirë që ka dosje qoftë për lidhje me agjenturë, po ai ka dosje për trafik kombëtar në Shqipëri. Por duke cënuar edhe siguri kombëtare të NATO-s edhe të Amerikës. Po ky njeri po mos i kishte në dorë këtë dhe mos komandonte ky, do të arrinte Shqipëria në të gjendje që ka arritur. Që është bërë çerë dhe krimit, çerë dhe drogës, çerë dhe Sorosit. E gjithë këtë, se duhet ta pranojmë edhe këtë tjetër pastaj, gjithë këtë është fal asaj opozite që nuk është në terezi fal. Është cop. Nuk është e zonjë që të ngrej një kaos, të ngrej frymë ke popull, me gjithë se ky është i shkatërruar, i rënuar, përsëri opozita nuk ka fuqi. Dhe ky prandaj mbijeton këtu, se ka shkak pasojë. Vërtet ky është i tillë, patjetër, nuk e vën dyshim. Po si? Po se s'ka as luftë politike nuk ka Rama në Shqipëri. Kjo është pranoj dhe mund ka ndërtuar mafia në shtet. Nuk e kam thjesht si fjalë, e kam si koncept. Rama ka ndërtuar mafia në shtet, unë kur e them si koncept, jo thjesht si fjalë. Jo thjesht se gjeta një fjalë dhe e thash. Po gjitha veprimet, gjitha mënyrat të çojnë në atë pikë. Dhe fatkeqësia jonë është se ne presim tashmë që këtë të vehet, domethënë të rregullohet situata apo të bëhet barrierë këtij njeriu nëpërmjet ligjit, të zbatohet ligji. Dhe SPAK-u nuk është se do të ndërhyjë tek Rama për ta hequr kryeministrin Ramën, jo, të zbatoj ligjin, ka shkelur ligjin. Ka shkel ligjin dhe para ligjit të gjithë janë barabartë. Je kryeministër, je president, je çfarë dush, nëse ke shkel ligjin, mirë po ky e ka e di shumë mirë. Dhe thash prandaj ky po përdor gjithë atë presion që bëri aty. E ju bëri presion për t'ju treguar që nëse ju nuk do ta ngreni kartonin kundër heqjes imunitetit, do shkonin gjithë në burg. Prandaj u tha dilni në terren. Sepse është kjo, e ka tash doli te ushqimi. Si që ka ushqimi kontaminimin, po pse se diti?
Ku janë ministrat e tuaj? I ti në gjitha i ti. Dhe pikërisht për këtë del, se ai i ti dhe i nxjerr në ato momente që do ai. Për të treguar që unë po punoj. Unë jam ai. Por në anën tjetër tregon ato që ky është i plot fuqishëm. Nuk ka gjë tjetër. Rama politikisht është i vdekur. Shohim deri tani gjykoj se jemi në domethënë spaku po bën atë punën në bashkëpunim tash qoftë me Përvin, qoftë me vendet të tjera, Italie, Gjermanie, Danimark janë vendet e Komunitetit Evropian. Po ai mbrëm që ishte, ai aksioni mbrëm që ishte kryetari i BKH-s ishte prezent aty. Ishte prezent. Kryetari i BKH-s ishte prezent. Çfarë do thotë kjo që ishte prezent? Ishte rëndësia e operacionit apo ishin ndaj të cilëve po kryer operacionin? Jo, ishte prezent në kryerjen e operacionit. Ishte prezent dhe thash, ishin edhe prokurorët huaj. Ishte edhe Spaku dhe edhe BKH. Zakonisht shkon vetëm BKH. Aty ishte edhe Spaku dhe BKH dhe ajo që ishte kryesori ishte sepse vetë kryetari i BKH-s ndodhesh në krye të këtij operacioni. Nuk është gjë e vogël. Do dalin nesër në njoftimet që do të bëj Spaku nesër apo pas nesër nuk di. Po ju dëshironi do të ketë arrestimet pa pamë. Dhe kjo është ajo politika amerikane që ju kam thënë gjithmonë, që kërkon ta zhveshë Ramën deri në detaj. Për ta pastruar totalisht. Patjetër që ishte një aksion i mirë koordinuar. Se ndodhi në zemër Tiranës. Është hera e parë që ndodhi në zemër Tiranës. Dhe ndodh në ato ku ka net 20 vjet ndërtim dhe as opozita, as pozita, edhe kur ka qenë njëra dhe kur ka qenë tjetra nuk kam folë kurrë. As se kush e ka bërë, as se kush e ka financuar, as kush deklarohet se kush e ka atë kull. Asnjë. Qose kullat e tjera dihet e ka bërë ky, ajo nuk dihet. Dhe ndodhi pikërisht e aty. Dhe pikërisht ndodhi aty. Dhe flitet për call center, për vjedhjet galopante që janë bërë. Dhe edhe atë që ka hapë Gjermania, pikërisht për call centerin e ka hapë. Hetimin aty, që vazhdon hetimin. Dhe del në gjykime. Ku Olçi Rama del në krye të listës, se ai tjetri e lajmëron edhe shkojnë në Dubai. Ortaku. Rama ka hallin e vet në gjithë lëvizjet, nuk ka hallin e askujt tjetër. Ai prandaj po bën gjithë to lëvizjet. Por të fotu, por ajo çfarë e ka themi që e ka demoralizuar Rama dhe e ka friksuar më shumë, është sondazhi që ka bërë para 10 ditësh. Nuk di nëse e keni marrë vesh, ka bërë një sondazh para 10 ditësh në Partinë Socialiste, kur 34% e Partisë Socialiste e pranon si kryetar partia apo kryeministër. Dhe pas kësaj ai ka filluar gjithë veprimet brenda partisë, presionet brenda partisë. Ai po bën presione brenda partisë. Po i kërcënon me dosjet që kanë, me firmat që kanë, që ky i di shumë mirë, se vetë u ka dhënë burrë. Dhe me ato dosjet ky dhe me ato firma ky po i kërcënon sot. Kjo është situata. Zoti Merkoçi ka pasur një reagim të Taulan Ballës lidhur me lidhjen që i është bërë operacioni ditën e djeshme nga BKE dhe Spaku me motrën e tij. Ai ka thënë që të gjitha këto janë shpifje, janë aludime. Po kush ka dalë në një herë në një nga këta dhe ka thënë që kjo është e vërtetë. Dhe sa herë dalin dhe thonë janë shpifje, aludime. Janë ashtu deklarohet edhe Rama sot. Janë shpike dhe aludime thoshte. Ashtu deklarohet dhe drejtori i policisë, që nuk është ajo që thonë për ne policët, për policinë e shtetit. Nuk është ashtu siç thonë ta, ne jemi kështu, dhe mbas fjalimit të këtij, në Durrës ndodhi që ju arratis, i burgosuri. Kur kam thënë një herë ta që unë kam faj,
Këta gjithmonë janë të ndershëm, të papërlyer, këta nuk kanë bërë asnjë korrupsion, këta s'kan bërë asgjë. Po kush ka bërë gjithë ato? Po pse doli emri i motrës Taulani dhe nuk doli dikujt tjetër? Po Taulani përgjigjet, a ka zyrë motra vet aty apo s'ka? Ka pjesë aty apo s'ka? Kaq, vetëm kaq thot, ka pjesë apo s'ka? Le dali thotë që s'ka pjesë. Nuk është pjesë e kësaj kulle. Dale të deklaroj. Po mirë, ka njeri që mos ketë mbrapa aty një ministër, ish kryeministër, ish apo aktuale? Absolutisht jo. Po pse ajo kompania e call centrave që erdhi aty, erdhi kështu në çeftase? Është njësoj, siç ajo kompania që i sekuestroi SPA 32.000 hektar tokë. E 30 milion euro. Njëtën gjë bëhet edhe. Para 2 ditësh e bëhe pa. Spanjollit çaj ishte. Me të gjithë këtu, sepse Shqipëria është kthyer si një bank offshore, e themi. Të gjithë vinë dhe pastrojnë këtu. Të gjithë, unë ju kam deklaruar një herë, mos gabofsha, nëse nuk gaboj, që në Shqipëri ka ardhur një nga mafiozët më të mëdhenj të Shqipërisë. Ka ardhur këtu. Ka ardhur në momentin e duhur, kur jam fik ato kompjuterat që gjoja në sulmotin e iranianët, në të njëjtën kohë që i ka bërë gjitha vetë. Dhe të dali edhe që i ka bërë vetë. Ai loja me iranianët. Ka dalë. Ka ardhur në Shqipëri, kanë ndërë, nuk e kanë tregu, askush si ka ardhur, askur ka ardhur, askush ka shoqëruar, askush ka takuar. Dhe këtë deklaratë e bën prokurori në Pulje, nuk e bëj. Prokurori Pulje se ka deklaruar. Një mafiozi më i madh, është dorëzuar drejtësisë italiane. Por ai është marrë me ndërtime, me ura, me rrugë, me çdo gjë. Tani ky që erdhi këtu në Shqipëri. Si erdhi? Si që ai momenti, në atë moment që po sulmoshin iranianët, u fut ky dhe doli. Jo me jo. Se i bëjmë vetë të gjitha. Dhe komandanti është gjithmonë Rama. Ju e marrni mend. Kur Departamenti i Shtetit bëri në grada të shehen, që ishte ai? Shehu, ai i drogës. Ai si ishte as funksionar as gjë. I Sinaloas. Dhe Departamenti i Shtetit e nxorri non grata. Por, momenti që e nxorrim non grata, nxorrim me fotografinë e Ramës në zyrë të Ramës. Ai ishte domethënë, nga pikpamja diplomatike, ishte folja më e madhe që bëri. Pra lidhje që ka ky me Sinaloa. Ta u lanë ballën në paska. Po kush është? Vetëm partia. Elisa Spiropali fliste nga Ukraina, se ai Zelenski me gjithë orë luftë, ai kishte gjithë kohën të jepte Spiropali dekorat. Mes bombave ai jep dekorat Spiropali. Nëse ç'është e tij. I shoqi Spiropalit ishte në SPAK. Pardje. Apo edhe Spiropali nuk di gjë, s'është e vërtetë, dhe ky nuk di gjë se është e vërtetë, edhe Balluku nuk di gjë se është e vërtetë, edhe ky thotë nuk është e vërtetë. Po të janë gjithë në SPAK, unë nuk e di se kanë në një nga këta pa bashku në SPAK, gjatë kanë SPAK, ky në SPAK, ai në SPAK. Në gjithë në SPAK e këta. Qa janë politikanë janë gjithë në SPAK. Gjithë janë me dorëse. Thash, dali Taulani thotë, Modrejmi nuk ka pjesë atje. Nuk ka zyrë atje, nuk o hy në herë, nuk ka dalë në herë. Marin kamerën t'i shohin. Zoti Mergoti, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit.